Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e qiradhënies sipas kërkesës nga Agjencia Pyjore e Kosovës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në kozgjatje prej 15 vite për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqëror. Të nderuar kolegë anëtar të kabinetit qeveritar, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka propozuar për shqyrtim dhe miratim propozim vendimi për aprovimin e dhënies me qira për një periudhë 15 vjeçare të një pjesë të pronës publike në zonën kadastrale të Reshakut, komuna e Shtimës, për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqëror. Propozimi është përgatitur në përputhje me ligjin për pronët publike dhe procedurat përkatëse, ndërsa janë siguruar pëlqimet dhe aktet e nevojshme nga institucionet kompetente. Për më tepër, e ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Zotëria Armend Mujen që ta merr fjalën. I nderuar Kryeministër, Zotës Kryeministër, të nderuar anëtar të qeverisë. Para jush sot është propozim vendimi për dhënien me qira për një periudhë 15 vjeçare të një sipërfaqe për 61.402 metra katror të tokës pyjore në zonën kadastrale e Raqaq, komuna e Shtimës për shfrytëzimin e gurit gëlqëror nga operatori ekonomik Toni Kompani SHPK. Ky propozim është përgatitur në përputhje me ligjin për pronën publike, rregulluar për kushtin e bartjes së pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, si dhe legjislacionin sektoral në fuqi. Dosja është shqyrtuar nga zyra për administrimin e pronës publike dhe paraprakisht është konstatuar se sipërfaqja është e përshtatshme për këtë destinim. Kontrata parashep pagesën e qiras sipas legjislacionit në fuqi, detyrimin e qiramarrësit për pëllzim dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve që janë subjekt i këtij vendimi. Me këtë vendim mundësohet shfrytëzimi i një resursi natyror në përputhje me kornizën ligjore, duke garantuar mbrojtjen e interesit publik, menaxhimin e qëndrueshëm të pronës publike dhe respektimin e gjitha obligimeve kontraktuale dhe mjedisore. Prandaj propozoj qeverisë që ky propozim vendim të miratohet. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Muja, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.